tonë nuk mundet më Kosova me shkue zgjedhje mas zgjedhje. Dhe duhet me u ditë saksisht kush pe bllokan. Kosova duhet me zgjedhë institucionet e Kosovës e vetë. Duhet me zgjedhë presidentin, qeverinë. Nuk ka pas qëllim me zgjedhë presidentin këto zgjedhje, o Erdogan. Se me këm pas qëllim, nuk ishin mshil një sobë, lider të partive një ka një me folë. Po kishin thonë bebojmë një trojez politike, po që ishëm do kritere, çfarë profili du të me konë dikush që është unifikus, e është përbashkus, e është konsensual, e i këshëm qitë ato për kritere. Për shembull kishëm thonë, kush është kryetar partijës, mundet me konë kandidat për kryetar. Kush është në 45 vjetë, mundet me konë. Më vorët prej profilit se se ndërtuat. Vallaj, nuk të përfshimi me shkuna një me një, më mshirë, një me një, me full, as pa proces verbal, as pa një kolegë, se na jem parti që i raportojmë dikuna, në qofë se ndërtohet, një trojez, me kriteret sakta, e sinqert, me nëzirë venin për i këti, për i kësoj 4 ure, që pas por zgjedhje shkojmë poshtë e përpjet. Do t'ja Haradina tashone këtu jemi njanë shumë. Tinglojni, nuk jam i njanë shumë, po tingloj, qka të thëmë për në Haradina dhe që kë? Po profil, ma të qëndrushëm, e ma besnik për Kosovë, e ma i dëshmum kombëtarisht, e ma gjeneroz, e ma bashkëpunu, se Ramush Haradini nuk i e. Nuk ishëm leju na me u dhënu edhe me u shkel kushtetuta bashkështo. Pra i flenë shlirë, edhe... Si ka qenë plani, zotëri Tahiri? Nuk do të lejuj votimi? Kur s'kishëm leju me lonë votim? Do thëmë publikisht, kur s'kishëm lonë votim na që aty pak jem, që ata që jem, pak se kishëm leju. Kur heq? Si do të pengonit? Do të largonit kutin e votimit? Kutin me jek për aty kadal. Heq, me jek me nalë kutin, shuqër që nuk o bo. Zot për lutë na, e veni për lutë, shuqër që nuk o bo. S'ka shans teorike të me thonë, na me i përbi, na e pranojmë demokracinë. Po, zot në i ke marrë për dhe kësë ju e dini shumë mirë, se në keni përcilë në kovend, këmë thonë po, kjo konsolacion politik i ka fitu, i ka 66 vota, letë qeverisë. A 21 ministria, 500 veta, ka drejte. O zot një si kjetë 10 vota. Na jem të garu, edhe kem garu, në zgjedhjet e kalume për me ndru këtë qeverisi. E ndrohet a nuk ndrohet, me 7 qershor, në të rezultatet dhe shijim kush o kush. Na përshkojmë bukur stabil, nuk ka që e kem pas letë. Nuk ka procesi letë për ne heq, as zgjedhjet e kalume, as të zgjedhje, nuk janë të leta, nuk është që përshkojmë për qef. Bile, që shë thash, na e kem fajnë ma të vogël, po përshkojmë shumë stabil edhe shumë me vetbesim, edhe shpresoj që qytetari i Kosovës e vlerëson punën tonë, edhe në këtë farë vlerësimi shpresoj që do ta marrëm atë besimin.